Panajri i punës dhe i studimit rikthehet në Gjirokastër për të 16-ën vit. Pjesëmarrës në të ishin 20 universitete publike dhe private, të cilët kanë prezantuar ofertat për vitin e ardhshëm akademik. Ndër stendat e ngritura ishte edhe ajo Universitetit Ekrem Çabej, i cili ofron rreth 22 programe bachelor dhe 2 vjeçar profesional. Siç e dim, Universiteti Ekrem Çabej ka 3 fakultete, fakultetin ekonomik, fakultetin e edukimit dhe shkencave shoqërore dhe fakultetin e shkencave të natyrës. Janë të 3 fakultete që funksionojnë me kapacitet të plot, madje jemi zgjeruar akoma më shumë me programe 2 vjeçare, me programe të përbashkëta, konkretisht fakulteti ekonomik ka 2 programe të përbashkëta me universitetet italiane. Një është menaxhim digital bashkëpunim me Universitetin e Salentos dhe tjetri është menaxhimi i turizmit të qëndrueshëm në bashkëpunim me Universitetin e Molisës. Dhe është rritur ndjeshëm nga viti në vit kërkesa e nxënësve për të ndjekur këto 2 degë. Dhe krahas programeve bachelor, kemi dhe programet e tjera 2 vjeçare për të stimuluar dhe për të nxitur pjesëmarrjen në universitet të atyre nxënësve të cilët nuk kanë një mesatare, nuk arrin mesataren pra për të kapur bachelorin. Dhe kemi programe 2 vjeçare në fakultetin ekonomik, kemi 3 programe 2 vjeçare dhe ndërkohë kemi dhe në fakultetin e edukimit dhe shkencave shoqërore programe 2 vjeçare. Duke qenë se jemi dhe një staf i konsoliduar, pra të gjithë pedagogët janë të kualifikuar në pjesën ndërmuese të tyre me doktoratura, profesor të asociuar, profesor dhe akoma madje dhe më të rinjt janë në kualifikim e sipër në proces doktorature. Pra, ju bëjmë thirrje të gjithë maturantëve që të ndjekin të zgjedhin Universitetin Ekrem Çabej, pasi disponojmë të gjitha mundësitë, qoftë materiale themi, qoftë njerëzore dhe intelektuale për t'u ofruar atyre një edukim sa më bashkëkohor. Vizitorët e tij ishin maturantë nga gjithë qarku i Gjirokastrës, të cilët tashmë janë duke vendosur se çfarë drejtimi do të marrin në jetë dhe ku do t'i zhvillojnë studimet e larta. Cilën degë ke vendosur të ndjekësh dhe në cilin universitet? Të Universiteti Ekrem Çabej, degën e informatikës. Kam pasur gjithmonë qejf që të futem në Akademinë e Sigurisë. Edhe nga sot u qartësova dhe më shumë, jam qartësuar, më pëlqen si ide, mendoj se është shumë diçka aq e thjeshtë, po aq edhe e rëndësishme. Më pëlqen që ka shumë mundësi, pjesa edhe e punës, qëndrimi e bëjnë, sepse studenti këto ka problem, qëndrimi, pjesa monetare dhe e bëjnë akoma dhe më të thjeshtë. Edhe si profesion më pëlqen pjesa që nuk është diçka e përditshme, më pëlqen pjesa e drejtësisë. Më ka thënë se edhe si tip më shkon edhe më pëlqen, ka marrë edhe shembull nga të tjerë, nga babai im. Degën e ekonomisë në Tiranë, të vazhdoj për menaxhim biznesi. Akademia e Sigurisë. Përfaqësues të këtyre institucioneve akademike shpërndan informacion për të rinjtë e rajonit jugor mbi degët që ofrojnë, por edhe mundësitë që u jepen për punësim përmes studimeve në universitetet e tyre.